Derisa se vjetë konferenca është në vitin e 6 të saj, me mbi 200 pjesëmarrës e me rreth 100 prezantime, del të jetë forumi më i madh për arsimin në Kosovë. Këto konferenca duhet na nxisin diskutimin për të ndarë përvojat e mira, për të marrë mësime, për të analizuar sfidat dhe arritjet tona e veçanërisht për të projektuar të ardhmen e shkollave dhe të universiteteve tona. Kjo konferencë, e cila organizohet nga Fakulteti i Edukimit, pikërisht ku nisin ndryshimet, aty ku formohen dhe përgatiten mësimdhënësit e brezave të rinj. Kjo platformë duhet të kontribuojë në bashkëprodhimin e politikave tona shtetërore. Temat që do të trajtoni këto 2 ditë janë shtylla mbi të cilat po vijojmë reformat tona. Çdo sistem arsimor kulmon aty ku arrin shkëlqimi i mësimdhënësve që e përbëjnë atë. Ne jemi të përkushtuar që praktikat ulëmtuese të shndrojmë në udhërpyes të politikave tona shtetërore. Gjitha studimet tregojnë që arsimi i hershëm të fillu prej kopshteve edhe formësimit në shkollat fillore e të mesme është fort i rëndësishëm. Kur vinte ne në universitet, atëherë duhet edhe të trajtojmë edhe të shohim si kolegë. Për përmendje këtë, vetëm me rikujtu e jo me ju mësu ju profesorëve të Fakultetit të Edukimit për rëndësinë e fushës ku ju kontribuoni punoni çdo ditë, që jemi shumë të varfër për me injoru një sektor kaq të rëndësishëm drejt një shoqërie të dijes. Jam i bindur që vullneti nuk ka mungu asnjëherë më parë, po as tani nga Ministria e Arsimit, nga secila pjesëtare e kësaj shoqërie, po ne duhet të shohim e të mësojmë se çka po bëjmë mirë e çfarë do duhet bënim edhe më mirë. Çdo konferencë është një mundësi për të shkëmbyer e prezentuar rezultate kërkimore. Por kjo konferencë ka edhe një mision pak më ndryshe dhe një mision tjetër. Ky është krijojmë një hapësirë për reflektim mbi sfidat me të cilat përballet profesioni i mësuesisë në ditët e sotme. Duke ditur që ekziston një dakordim shoqëror për cilësinë e munguar të shkollimit sot në Kosovë, është më mirë sot se asnjëherë më parë të bëjmë disa pyetje që janë shumë relevante. Si po ndryshon profesioni i mësuesisë? Cili është statusi i tij në shoqëri? Apo arrim të tërheqim kuadrot dhe talentet më të mira të këtij vendi në këtë profesion? Sipas agjendës zyrtare, konferenca përfshin ligjëratën e parë kryesore nga Dr. Zgajxhen Pupovci, si dhe ligjërata e kyçe në ditën e dytë nga Dr. Simës Delleni dhe Mathias Ludwig. Gjatë këtyre ditëve do të kemi mbi 120 prezantime shkencore të organizuara në 22 sesione paralele në sallat e Fakultetit të Edukimit. Pjesëmarrje të studiuesve, profesorëve, mësimdhënësve, doktorantëve dhe studentëve nga Kosova. Temat që të trajtohen prekin disa nga çështjet më të rëndësishme të arsimit sot. Kemi tema për përgatitjen e mësimdhënësve, për cilësinë e mësimdhënies, reformën kurikulare, edukimin në fëmijëritë e hershme, gjithëpërfshirjen, zhvillimin profesional, udhëheqjen shkollore, vlerësimin, STEM-in, teknologjinë dhe inteligjencën artificiale në arsim.